Kryesia e Partisë Demokratike është mbledhur për të miratuar listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Emrat e përzgjedhur përfaqësojnë një kombinim mes figurave të njohura politike dhe disa prurjeve të reja në disa qarqe kyçe. Në qarkun fier, lista kryesohet nga Gazmend Bardhi, Luan Baçi dhe Sajmir Koreshi, ndërsa mes kandidatëve është dhe Brunilda Axhiu nga Partia e Lirisë. Lista e mbyllur përfshin emra si Gentian Koçi, Ledion Çala dhe Oriela Nebiaj. Në Durrës PD ka përzgjedhur Oert Bylikbashin, Gent Strazimirin dhe Igli Carën, ndërsa pjesë e listës është dhe Artan Luku. Lista e hapur përfshin kandidatë si Edlira Arizi, Arjan Doi dhe Aulon Kalaja. Në Korçë kryesojnë Ivi Kaso dhe Edmond Spao, ndërsa në listën e hapur përfshin edhe Andrea Mano, Elena Qiriçi dhe Kristi Koçibelli. Lista e Tiranës përfshin emrat më të njohur të Partisë Demokratike me Sali Berishën, Edi Palokën, Albana Vokshin, Belind Kolliçin, Flamur Nokën dhe Jozefina Topallin, mes emrave kryesor. Në këtë qark garojnë gjithashtu Fatmir Mediu, Erisa Xhixho dhe Kleviz Badhiu. Në Elbasan, Partia Demokratike ka vendosur të garojë me Tomo Oralizotin, Edmonda Gjinaston dhe Blendi Imçin, ndërsa në Shkodër, kandidatët kryesor janë Luciano Boçi, Greta Bardeli dhe Ramadan Likaj. Në Lezhë PD përfaqësohet nga Agron Gjikmarkaj dhe Elda Hoti, ndërsa në Vlorë lista kryesohet nga Bujar Leskaj, Ina Zhupa dhe Vangjel Dule. Në qarqet më të vogla Dibra përfaqësohet nga Xhelal Mziu dhe Denisa Vata, Gjirokastra nga Tritan Shehu, ndërsa Kuksi nga Flamur Hoxha. Me miratimin e këtyre listave, Partia Demokratike hyn në fazën finale të përgatitjeve për zgjedhjet e 11 majit, ndërsa pritet që gara të jetë e fortë në disa qarqe kyçe.